إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falenderojmë Allahun e Madhërisëm, atij bëjmë lavd, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje dhe sret tek Allahu nga të këqijat e shpirtit tonë dhe nga veprimet e këqija në punët tona. Ata që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta shpijë në humbje, dhe ata që Allahu me drejtësinë në humbje nuk ka kush që ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm pa rival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjalët me të drejta janë fjalët e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat e këqija të shumtura dhe të shpikurat në fe, çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat të dërgon në humbje dhe çdo humbje përfundon me zjarr. Dietari Abdul Ghani al-Maqdisi na sjell hadithin e tretë ku thuhet an Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Huraira wa Aisha radiyallahu ta'ala anhum qalu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. Hadithin që e tregon Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, Abu Huraira dhe Aisha, Allahu të qoftë i kënaqur me të tretë, të cilët kanë thënë se i dërguari i Allahut, paqja, bekimi dhe shpëtimi i tij qoftë mbi të, ka thënë mirë për themrat që do të jenë në zjarr. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahijat e tyre. Kur jemi të tre sahabi për Abu Hurairën, vetëm kemi folur në ligjëratën e kaluar, kurse Abdullah ibn Amr ibn al-Asi këtë kanë thirrur Abu Muhammed, por thuhet se edhe Abu Abdurrahman. Lindja e tij thuhet se ka qenë 27 vite para hijretit, emigrimit nga Mekka në Medinë. Ishte shumë praktikues i udhëzimeve hinore, i përkushtuar në adhurime, adhuronte Allahun azza wa jall te mase, dhe ishte edhe prej asketëve, ka jetuar thjesht, një jetë modeste,
Ashtë shumë i dhonën në praktikimin e adhurimeve dhe përkushtimin që e ka treguar ndaj ibadeteve të ndryshme, tregohet se një ditë gruaja e tij ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është ankuar në të, duke i thonë se agjëron shumë, edhe natën falet shumë. Pas kësaj ankese nga ana e gruas së tij, Rasulullah alayhi salatu wasalam e këshillon Abdullahun, duke i thënë se njeriu duhet të jap hakun të drejtën çdo gjë. Duhet të jap drejtën vetvetes, gruas, familjes në përgjithësi. Pra, njeriu nuk duhet të anoj nga një anë e ta shkeloj anën tjetër. Por e miras në rrugtimin e tij fetar, besimtari, duhet të tregohet çdo herë duke e shfaqur, manifestuar mesatare. Prandaj është mirë që njeriu të falet natën gjatë, ku kush nuk e vë në dyshim, por nuk duhet me lënë anash të drejta që i ki ndaj familjes, ndaj gruas, fëmijëve, nënës, babës, kështu me radhë. Prandaj mesatarja është e kërkuar. Dhe njeriu nëse mendon se me adhurime të shumta, edhe nëse lën anash disa keq, do t'ja kaloj mirë, që nuk shëndon. Dhe për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori parasysh shqetësimin e gruas së Abdullahut dhe e këshilloi këtë sahabi të nderuar, është normal se sahabit këshillat profetike janë munduar që me i realizu sa më shpejt që të mundur. Ky sahabi ka memorizuar shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë edhe ka shënuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë leje pasi që i ka kërkuar për ti që atë shënoj hadithet që ti i flet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë leje. Se dikush mund të thotë se kanë ardhur hadithe të qarta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar me ju shënu hadithet. Tu nuk ka kontradikt. Kontradikta formohet ato mendje që nuk kanë qasje precize dhe parimore në bashkimin e teksteve, që në shikim të parë mund të duket se janë në kontradikt. Hadithet që kanë ardhur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që më u shënu hadithet e tina, kjo ka qenë mesazhi dhe ndalesa e përgjithshme që jo çdo kush është kompetent për të shënuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është dihet se në atë kohë kanë mujtë edhe me i dallashu dhe me i përzi me ajetet kuranore. Kur dihet se me ardhin në Medinë ka dalë në skenë dhe grupi i pabesimtarëve të msheft, që janë duk musliman, e në shpirt, e në zemër pabesimtarë, pra hipokritët, munafikët. Ndaj ndalesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë
në përgjithësi, ndërsa pejgamberi sallallahu i ka veçuar nga kjo ndalesë ata sahabi që kanë qenë kompetent për këtë punë. Që e kanë ditë se çka është Kur'an, e kanë ditë se çka është hadith edhe e kanë ruajtur këto dy baza jashtëzakonisht në mënyrë të përkryer. Dhe kjo që treguohet për Abdullah ibn Amr ibn al-Asin, që ka shënuar hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është kritikë që bëhet gjithë atyre që sulmojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E veçantë ata që janë të njohur në masë si kuranista. Aty në është ndaluar dhe nuk lejohet me thonë kuranista. Nëse nuk janë kuranista. Kuranista janë muslimanët, ahli suneti. Ose ata janë mohuesët e sunetit. Janë pabesimtarë. Nuk janë musliman. Kush do që e mohon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është musliman. Prandaj shkrimi i haditheve ka qenë qysh se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka vazhduar të shkruhet dhe të memorizohet. Por jo sikur që ka ndodhur me Kur'anin që ka qenë i përkushtim edhe më i theksuar në shkrimin e tij dhe në memorizimin e tij. Pra, ata që mohojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mundohen të fusin dyshimet dhe ta paraqesin në masë se çështja e haditheve e sunetit i ngjason çështjes së ungjillave. Sa ungjillat janë shkruar pas Isaut alayhis salam. Ungjilli i Mateut, i Markut, i Lukës, i Gjonit, pra në shkruar pas Isaut alayhis salam. Edhe hadithet janë shkruar në koleksione të librave të njohura në ummet pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një hilje dhe një manipulim nga këta të devijuar, nga se nuk ka të përbashkët asnjë gjë në këtë aspekt hadithi me ungjillat. Ungjilli i Mateut, ungjilli i Lukës, i Markut e i Gjonit nuk kanë zinxhir të transmetuesve deri te Isa alayhis salam. Pra, prej këtij filoni me ndëgju filonin tjetër deri te Isa apo Jezusi apo çfarë quaj. Ndërsa te hadithi është zinxhiri i transmetuesve. Shembull prej Buhariut ose prej Muslimit, tregon Buhariu se nga e ka ndëgjuar atë hadith. Ai person prej kujt e ka ndëgjuar, ai person prej kujt e ka ndëgjuar deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për secilin transmetues janë shkruar në mënyrë të detajzuar gjërat mbi personalitetin e atyre personave që kanë transmetuar hadithe. Pra nuk është një shkencë thjesht. Shkenca e terminologjisë së hadithit, që merret me studimin e zinxhirit të transmetuesve dhe me tekstin e hadithit. Prandaj këto analogji që janë munduar mohues të hadithit të hudhin në ummet se ta përgjasojnë shkrimin e hadithit me ungjillat, kjo nuk qëndron, nga se ungjillat nuk kanë zinxhir të transmetuesve, ndërsa hadithet kanë një person me mungu. Për shembull, tabiini me thonë e kanë dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai hadith nuk pranohet. Ku është sahabiu?
ose tabiini me mungu, tabiini me thonë filon sahabiu e kanë dëgjuar për pejgamberin, ku është tabiini që duhet me qenë atë në zinxhir transmetuesve. Nuk pranohet atë. Pastaj ka detajizim që për shembull një imam i fuqishëm në memorizim, por nga pleqëria e kalon memorizimi, ka kap skleroza, harresa, më thonë, e kanë precizuar edhe kur ka fillu harresa të ky person. Dhe kanë thonë, prej këtij momenti, e tutje deri në vdekjen e tij nuk pranohen më hadithet. Ama deri në çat moment hadithet tina janë të sakta. Pra edhe në këto detajizime kanë hi dietarët tek çështja e haditheve. Prej haditheve që tregohet që e ka shënuar Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, Allahu qoftë i kënaqur me të, është edhe hadithi ku është përmendur çlirimi i Konstantinopolis. Që Sheikhul Islam Imam Albani rahmetullahi alayhi e shënon me numër 4 tek libri i tij voluminoz Es-Sahiha, ku kanë shkuar dhe kanë pyet Abdullah ibn Amr ibn al-Asin se cili qytet ka më shru mas pari. Dhe ai nga një sanduk që ka pasur aty kanë nxjerr, ku ka pas të shkruar me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që sahabit e kanë pyet se cili qytet ka më shru mas pari. Dhe aty ka lexuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar muslimanët se qyteti i parë që do të çlirohet do të jetë Konstantinopolia, para Romës. Dhe normal se ky përgëzim, ky paralajmërim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është realizuar në udhëheqjen e sultanit të famshëm, Sultan Fatihit, Allahu e mëshiroft, në vitin 1453. Është e ka shiruar ky sultan me ushtrinë e tij Stambollin. Ato që e ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky sahabi, pra Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, ka vdekur në vitin 65 sipas hijrëtit. Pra pak a shumë këto janë disa dhëna në lidhje me këtë sahabi, kurse për Aishën, ajo është nëna e besimtarëve, nëse gratë e pejgamberit janë nënat e besimtarëve. Ibn Hajeri në Taqribu Tahdhib thotë se Aisha e bia Abu Bakr Siddiqut, nëna e besimtarëve, ka qenë fakihe dhe kjo ka kontestueshme kjo gjë. Ka qenë njohëse e mirë e dispozitave fetare. Pra ka njohë shumë mirë halalin e haramin, vendimet, rregullat legjislative të shariatit. Të vazhdon Ibn Hajeri të thotë, ishte gruaja më e vlefshme për të dërguarin sallallahu alaihi wasallam pas Hatixhes. Dhe kjo është njëra prej atyre që janë transmetuar shumë hadithe, numri që e përmendin dietarët është 2210 hadithe, dhe në 6 koleksionet e njohura të hadithit gjenden hadithe që janë treguar nga Aisha, pra në Buhari, në Sahih Muslim, në 4 sunenet që është suneni e Abi Davudit, në Sahihut, Tirmidhiut dhe Ibn Majahs. Pra këto janë 6 ato koleksionet e njohura ku thuhen 6 koleksionet janë për qëllim 2 Sahihut dhe 4 sunenet. Pra ishte gjithashtu dhe poete,
ka thuar vargje poetike e njohur me një oratori të shquar që ka poseduar dhe përveç fikun që e ka njohur ka poseduar edhe diturit të gjithanshme në sferat fetare. Pra ka qenë me një fjalë dietare e madhe e ummetit. Aisha radiallahu ta'ala anha. Thuhet se ajo një ditë ka agjëruar dhe një ditë nuk ka agjëruar. Ka shkuar nga ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka cilësuar se agjërimi më i mirë është agjërimi i Davudit alayhi salatu wasalam, i cili ka agjëruar një ditë po, një ditë jo. Për të është shpifur nga ana e munafikave që e kanë akuzuar me amoralitet e që dëshpërinë e saj, pastërtinë e saj e ka treguar Allahu i Madhërisht në Kur'an. Ka siç në surën Nur. Të gjitha ato shigjetat e helmuara që në hudhën mbi personalitetin e saj për ta ndyrë, Allahu e ka pastruar. Ashtu qysh janë munduar jehudët ta njollosin personalitetin e pastër të kristal të Merenës, nënës Isës alayhis salam, njështu Allahu ka pastruar edhe personalitetin në të tim e ka treguar që është e pastërt, se me thonë e ka pasuar, dhe me thonë nisan pastruar pasi është ndyrë, nuk është saktë të deqeroni, por e ka treguar pastërtin e Aishës nga ato shpifje që e kanë bërë hipokritët. Prandaj kujdes se janë shkruar romane për me njollos nga perëndimorët personalitetin e Aishës radiallahu ta'ala. Dhe dy romane e përkthyer edhe në gjuhën shqipe, Gjavahiri i Medinës dhe Shpata e Medinës. Këto dy romane njolloset personaliteti i Aishës radiallahu ta'ala. Prandaj muslimanët duhet të kenë kujdes që Aishën duhet të njohin nga Kur'ani dhe Suneti. Muslimanëve nuk i takon, sidomos ato muslimanëve që nuk janë praktikantë të fesë dhe nuk merren me leximin e literaturës fetare, por mjaftohen me një falje të Bajramit ose me agjërim në ditë të Ramazanit, dikush as edhe nuk ka agjëron, por vetëm e shuan musliman dhe bjen viktime dhe lexon romane të tilla, që romanet e kanë atë fuqinë e ndikimit tek njerëzit që me i binë për mbrapsht, kur janë ato romanet të negative, siç janë këto dy romane, të cilat të drejtën ja kanë bërë shefin shijave të Iranit, të cilët e akuzojnë edhe shijat, rafidit, personalitetin e ndritshëm të Aishës radiallahu ta'ala anha. Prandaj muslimanët duhet të kenë kujdes nga këto gjëra për ta ruajtur besimin e tyre. Nga se nuk mund të jetë besimi në rregull nëse në zemër e në mendje besimtari volos ndonjë bindje negative qoftë vetëm për një sahabi, prej sahabive të Rasulullahit alayhis salam. Nuk guxojnë me fol keq, me ofenduar shokët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, e veçantë familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që prej familjes së tij kanë qenë edhe gratë e tij. Pra, kjo është Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila ka vdekur në Medinë dhe është vrosur në varrezat Jannatul Baqiyya që janë të njohura. Për të kthehemi hadithit në fjalë,
Shpreha e parë që ka në hadith është uwailun, e që kjo fjalë vjen me dy kuptime. Kuptimi i parë është si fjalë kërcënuese, mirë. Kjo është më saktë, siç e pohon Imam Uthaymini rahmetullahi alayhi në komentin që ka bërë Umdatul Ahkam i librit. Dhe në kuptimin e dytë është emërtuar një lugin në xhehenem me fjalën wailun. Pra këto janë dy kuptimet që e posedon kjo fjala pra wailun. Pra ky hadith mirë për femrat që do të jenë zjarr. Shkaku i thënies së këtij hadithi tregohet se në një udhtim lajmëtari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e tij dhe kur i ka arritur namazi i kindis, nal për me marrë abdes, dhe disa sahabi nuk i kanë larë këmbët si duhet. Pra femra kanë qenë të shkujdesur. Dhe zakonisht shpesh shohim edhe sot, kur shkojmë në xhami që shohim, sidomos të plesë më tepër, po edhe të trit, po edhe të plesë më shumë, që vetëm i hudhin natë këmbëve, mendojnë se i shkon edhe lagën edhe femrat. Femrat spreken pa i çu me dorë ujin andena, është problem këtë. Dhe këta sahabi kanë me femrat pa u lagë. Dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam i informon duke e ngritur zërin. Për ngritja e zërit nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që ata me hu vëmendjen edhe që nuk është një punë e thjeshtë. Thamë, si kur gjosë të bonami, që e marrin disa shumë thjeshtë. Vetë ngritja e zërit nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se çështja nuk është e thjesht, por shumë serioze. Të masë serioze. Dhe kjo kuptohet nga thënia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nxorri nga gjuha e tij, duke i thënë mirë për femrat që janë në zjarr. Për njeriu, ata ishin duke luajtur me dënimin, duke luajtur nga kuptimin, nuk e kanë pas me qëllim, me kuptonin këtu. Por veprimi i tyre ishte në rrezik. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të dhe ngriti zërin. Se moslarja e femrës, abdesi nuk pranohet. Në mos pranimin e abdesit s'pranohet as namazi. S'ki as abdes, s'ki as namaz. Plus edhe, ajo femër që është jo lagur, e që marrësi abdesit nuk tregon vigjilencë dhe përkushtim për me qunë në vend, tamam që është duhet marrjen e abdesit, pra i tili shkel rregullën fetare dhe bjen në mëkat. Prandaj për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngriti zërin dhe i tha se mirë për ato femra që janë në zjarr. Nga kjo ngjarje si shkak që është thënë ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nxjerrim një dobi të rëndësishme. E që shumë prej muslimanëve nuk po dinë me bë dallimin. Po më njëherë po gjuhën me aksion që kur e shohin dikon që gabon,
po e mundohen me eliminu më njëherë. Nga kjo ngjarje, kuptojmë se duhet bërë dallimin e vendimit legjislativ mbi veprën nga vepruesi. Pra, duhet dallojmë gjykimin që duhet ta marrin mbi veprën dhe jo çdo gjykim që merret mbi një vepër automatikisht merret edhe mbi vepruesin e asaj vepre. Nuk qëndron kjo kështu në Islam. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tha atyre se ju do të kam të juve, kanë mu djeg filoni të përmend emrin atyre sahabive që i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por veprimin e sanksionoi, e dënoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kundërshtoi. Pra, tregoj se ky veprim është i dënueshëm, veprim i cili shoqërohet me kërcënim hynor, ama ata sahabi nuk ka akuzuar. Kështu duhet të jetë deri në ditën e gjykimit. Nëse një musliman vepron për shkak të ignorancës, për shkak të padijes, harresës, e bën një gjuna, konkretisht në këtë rast nuk merr mirë abdest, ai duhet të mësojë dhe të tregohet se nuk i marr mirë abdest. Kjo marrje abdestit nuk është në rregull, por nuk i themi personit se ai ka dalë prej fesë o bën mëkatar, përderisa ai nuk është ka bën me vetdije, por nga ignoranca, nga padia ose nga harresa. Ai mësohet ose përkujtohet. Por nuk merret vendim mbi kundër vetë personit. Pra ka dallim vendimi fetar mbi veprën me vendimin fetar mbi vepruesin e asaj vepre. Ku duhet të shikohet pse e bëri ai person atë vepër. A bëri nga harresa, a bëri nga ignoranca, a bëri qëllimisht. Pra duhet të shikohet. Gjitha këto pista duhet të analizohen. Dhe jo të merret me njerë vendim. E bani, e bajt me shnesh, edhe ai domethënë se është në rregull. Jo, nuk shkohet në Islam. Mësimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe këshillën e përgjithshme. Mirë për ato femra që do të jenë zjarr. Por nuk i tha femra filonit, me përcaktuar me emër. Po ala si këshill që të jetë deri në ditën e gjykimit, si mësim. Ky hadith tregon mbi obligueshmërinë e larjes së këmbëve. Për dallim, siç e kanë shija, profetit se nuk lahen këmbë, po japet mes këmbëve. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam argumenton në obligueshmërinë e larjes së këmbëve, nga se në ato sunete që janë të abdesit, mos më u kry nuk ka kërcënim. Kërcënimi ku është? Pra ato që janë obligative nuk kryhen. Këtë rast, edhe çdo sen që është prej obligimeve në abdest, edhe anashkalohet e nuk bëhet, meriton kërcënimi bëhet analogji me këtë hadith. Pra çdo obligim që përcaktohet si obligim në abdest, edhe me të ai që merr abdest e shkel, duhet të tregohet se ka kërcënim për këtë punë. Pra, ky hadith argumenton në obligueshmërinë e larjes së këmbëve. Edhe atë që më sëmet them, mu la kama, që është përcaktuar në kufit e saj që duhet lahet. E që hinë edhe themra, jo vetëm shputa me gishta e lartë, po edhe themra duhet të lahet mirë. Të dëpërtoj uji
do të mos mbetet asnjë pjesë saj pa u lagur me ujë. Pra, moslarja e një pjesë të vendeve obligative në abdest shkakton dënimin me zjarr. Atëherë vëllezëni, kur kjo kuptohet për një pjesë, tash për një thamër, që nuk e lën njeriu, e thamër me zjarr. Qëllimisht. Po, pra ata persona që e lojnë e braktisin krejt abdestin. Po shkojmë edhe ma tepër të ata që e braktisin namazin. Ndaj, lënia e namazit nuk është e thjeshtë. Le të dëgjojnë mirë ata që nuk e falin namazin që ka obligu Allahu. Nuk marrin abdestin që ka obliguar Allahu dhe i dërguari i tij. Qoftë nëse edhe një pjesë obligative që është bërë në abdest, nëse tregohet neglizhencë qëllimisht, atë vend do ta ka zjarri. Ndërsa harresa e ignoranca janë të falura, pasi këtë e ka dhënë Allahu në Kur'an, se nuk dënohet robi për shkak të ignorancës dhe harresës. Qëllimisht kur e bën, pasi është ngritur e sqaruar argumenti, ai vepron prapë të shkel dispozitat hyjnore, mbi të bie dënimi. Moslarja e një pjesë të vendeve obligative në abdest është prej mëkateve të mëdha. Pra nuk është mëkat i vogël, po mëkat i madh. Dietarët kanë thënë: kullu dhanbin fihi wa'idun, çdo gjuna mëkat që në të ka kërcënim, pra për çdo mëkat që e bën robi, për çdo mëkat ka kërcënuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka është halli i tij, fa innehu min kaba'ir dhunub. Vërtet, ai gjuna është prej mëkateve të mëdha. Ka rruar si rregull pra ulemaja. Qysh përcaktohet mëkati i madh, për më dhënë cilësimin si mëkat i madh, kur për çat mëkat ka kërcënuar Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, moslarja e themrës ka ardhur kërcënimi me zjarr nga xhuma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjuhë e cila nuk ka folur nga mendja, por nga ajo që është shpallur prej Allahut. Prandaj edhe moslarja e themrës është për mëkateve të mëdha. Edhe se kila pjesën tjetër të kamës, por se kila vetëm themrën, ke ba mëkat të madh. Nëse të kjo shkelje e dispozitës hyjnore ka ardhur tekstualisht mbi të kërcënimi me zjarr. Po ashtu në këtë hadith pohohet ekzistimi i zjarrit, xhehenemit, që ai është i krijuar në argumente të shumta, të cilat faktojnë se zjarri u kriju. Jo që shmendojnë disa se në ditën e ringjalljes Allah ka me thonë bëhu dhe bëhen zjarri. Jo, zjarri, xheneti dhe xhenemi janë krijuar. Xhenemi është i krijuar. Siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, fattaku an-nar allati uiddat lil kafirin. Pra keni frikë zjarrit i cili është i përgatitur për pabesimtarët.
Pra ka ardhur në kohën e kaluar, është përgatit, është kriju. Ai vend është i krijuar. Pret, derisa të shkatërrohet këtë dynja, e këtë gjithësi, e pas shkatrimit kiametit bëhet ringjallje, dhe pa besimtarët e mëkatarët që do të futen në zjarr, aty do të dënohen, pa besimtarët për gjithmonë, pa mbarim, ndërsa mëkatarët, sa e ka caktuar Allahu Azza wa Jall, e që më në fund do të bëhen banorë të xhennetit. Kaq person të vëllezër të nderuar, lutë Zotin Madhërisëm na ruaj prej shkeljeve të rregullave fetare, do të na bëjë për atyre që e çojmë në vend marrjen e abdestit si duhet, faljen e namazit dhe adhurimeve e ibadeteve tjera. Lutë Zotin Madhërisëm të mëshirojë të vdekurit tanë, të shërojë smundit tanë, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.